për qasjen e Trumpit, i cili nuk e ka mandatin e parë, po e ka mandatin e dytë dhe të fundit të tij. Duke ju referuar dhe mandatit të parë të Trumpit, është në taktikën e tij diplomatike që i poshtron miqt publikisht para kamerave dhe i lartëson armiqt dhe kundërshtar. Ai ka poshtruar para kamerave, le të themi, mbretëreshën Elizabeth të Britanisë së Madhe, të ndjerën Elizabeth, ashtu ka bërë me kancelaren Merkel, ashtu ka bërë me presidentin Macron, dhe nga ana tjetër ka lartësuar Kim Jong-un, Putinin, xhin e Kinës, dhe nuk kuptohet nëse kjo është një sjellje personale apo taktik diplomatike. Trumpi erdhi me sloganin "ta bëjmë Amerikën e madhe", po sot është në pikpyetje dhe po lejon Rusinë e madhe. Dhe këtu fillon e gjithë analiza, të cilën ish ministri i jashtëm gjerman, Gabriel, i cili është edhe shefi i organizatës Atlantic Bridge, ka deklaruar se Trump e urren Europën dhe ai do bëjë çmos për ta prishur Bashkimin Evropian. Dhe konflikti me Zelensky